Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama lajmëroi reformë në mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e një agjencie të vetme për mbrojtjen e tij dhe të pyjeve. Në aktivitetin Për ty natyrë, kreu i qeverisë vlerësoi uljen ndjeshëm të numrit të krimeve mjedisore si dhe vëmendjen për të goditur palishmërinë e ndërtimeve në zonat e mbrojtura. Dhimitër Naçi, 98 vjeçari nga fshati Pepel, përfaqëson qëndrueshmërinë dhe qetësinë e brezit të vjetër. Ai jetoni vetëm, i pavarur dhe aktiv në shtëpinë ku ka kaluar gjithë jetën. Nuk ka pranuar të largohet pranë të birit në Greqi, duke mbetur i lidhur fort me vendlindjen dhe ritmin e saj të qetë. Janë rikthyer pas gjysmë shekulli aty ku përgatitën për jetën në Universitetin e Gjirokastrës. Edhe pse të moshuar, duket se i kanë ruajtur mirë kujtimet nga vitet më të bukura që kanë kaluar së bashku si ndër studentët e parë të këtij universiteti që u përgatitën si mësues të matematikës dhe fizikës e historisë e gjeografisë. Në qytetin e Përmetit, mes traditave dhe mjeshtërisë së trashëguar, një emër qëndron prej dekadash në shërbim të komunitetit, Veloj Zehyri. Me mbi 40 vite përvojë në prerje dhe qepje, ai vazhdon të mbajë gjallë një nga zanatet më të vlerësuara të qytetit. Historia e tij nis që në fëmijëri, kur kureshtja për një makinë qepse u kthye në profesion që do t'i shoqëronte gjithë jetën. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama lajmëroi reformë në mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin e një agjencie të vetme për mbrojtjen e tij dhe të pyjeve. Në aktivitetin Për ty natyrë, kreu i qeverisë vlerësoi uljen ndjeshëm të numrit të krimeve mjedisore, si dhe vëmendjen për të goditur paligjshmërinë e ndërtimeve në zonat e mbrojtura. Reformim të menaxhimit të pyjeve dhe ulje e krimeve mjedisore janë në fokus të qeverisë shqiptare si prioritete dhe në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca Për ty natyrë organizuar nga Ministria e Mjedisit tha se dy moratoriumet, ai për mbrojtjen e pyjeve dhe ai për mbrojtjen e faunës, ndikuan drejt për drejt në përmirësimin e situatës mjedisore në vend. Jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e dy moratoriumeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Kryeministri tha se mjedisi është një nga aspektet më delikate dhe të vështira të integrimit, ndaj do të nisë një proces reformimi për menaxhimin e pyjeve dhe të natyrës. Ministri i Mjedisit Jaupa njoftoi se Shqipëria ka aplikuar që liçeni i Shkodrës të jetë pjesë e UNESCO-s. Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka dorëzuar para pak javësh dosjen e aplikimit për përfshirjen në UNESCO të liçenit të Shkodrës, pra një tjetër pasuri natyrore e Shqipërisë do t'i bashkohet shumë shpejt pasurive botërore të UNESCO-s dhe zonat e mbrojtura të shndrohen në qendra të zhvillimit lokal, turizmit dhe inovacionit natyror. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria tashmë e ka nevojë rritjen e kapaciteteve në pyje dhe për këtë do të jetë e detyrueshme që për çdo metër katror sipërfaqe të ndërtuar të mbillen pemë. Ai tha se Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të duhet të ketë një bashkëpunim të ngushtë me njësitë e qeverisjes vendore për rrjetin e fidanishteve. Prej një jave, fermerët grek vijojnë në protestat e tyre, duke shkaktuar bllokime të përkohshme në aksin rrugor Kakavi-Janin. Policia kufitare Kakavi njofton se ditën e sotme nga ora 18:00 deri në orën 21 me orën greke, kryqëzimi i fshatit Kallpaq do të jetë i bllokuar për shkak të protestës. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi do të lejohet vetëm për automjete me emergjenca shëndetësore. Qytetarët dhe udhëtarët këshillohen të planifikojnë udhëtime në orare të tjera për të shmangur vonesat. Autoritetet nënvizojnë se situata monitorohet vazhdimisht dhe çdo ndryshim do të njoftohet menjëherë, ndërsa protestat e fermerëve grek pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke krijuar shqetësime të përkohshme për qarkullimin.
Mbrojtja e fëmijëve në Shqipëri është një prej prioriteteve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies. Për herë të parë partohet një projekt ligj për familjet kujdestare, një hap që garanton se asnjë fëmijë nuk mbetet pa kujdes. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky projekt ligj i propozuar nga kjo ministri mbron të drejtat e fëmijëve pa kujdes prindëror. Për herë të parë në vend partohet projekt ligji për familjet kujdestare që synon të garantojë se asnjë fëmijë në Shqipëri nuk mbetet pa kujdes. Nisma e Ministrisë së Shëndetësisë vendos fëmijët pa kujdes prindëror ose në rrezik në një mjedis familjar të sigurt dhe mbështetës në interesin më të lartë të tyre. Përfitues janë fëmijët më në nevojë, të braktisur pa prindër, me prindër të dënuar, fëmijë të abuzuar apo të neglizhuar, të mitur, të pashoqëruar, fëmijë me aftësi të kufizuara që nuk marrin kujdes mjaftueshëm, si edhe ata të ndarë nga familja për shkak të krizave ose fatkeqësive. Projekt ligji përcakton kriteret për familjet kujdestare, të jenë madhore, pa dënime penale, me kushte të përshtatshme banimi, të shëndetshme dhe të trajnuara për këtë rol. Familjet kujdestare detyrohen të ofrojnë një mjedis të sigurt dhe zhvillues, të bashkëpunojnë me autoritetet dhe të raportojnë për ecurinë e fëmijës, duke respektuar të drejtat dhe lidhjet e tij familjare. Ky projekt ligj konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt forcimit të sistemit të mbrojtjes së fëmijës në Shqipëri. Ligji i ri për kujdesin alternativ, i cili po finalizohet, është një prej shtyllave kryesore të reformës së deinstitucionalizimit dhe një angazhim kyç në kuadër të kapitullit 23 të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ligji pritet të modernizojë të gjithë sistemin e kujdesit për fëmijët që nuk mund të rriten me prindrit e tyre, duke vendosur standarde të reja në garantimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe ndërtimin e një modeli funksional të kujdesarisë profesionale. Data 9 dhjetor do të shënojë ditën e ceremonisë diplomimit të studentëve që përfunduan pak muaj më parë studimet e larta në Universitetin Ekrem Çabej. Ky organizim do të mbahet në ambientet e teatrit ku janë të ftuar të marrin pjesë familjarë e miq të të rinjve që tashmë fillojnë një rrugëtim tjetër jashtë auditorëve. Nga auditorët në jetë, në këtë titull, Universiteti Ekrem Çabej organizon këtë fundviti ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2024-2025. Ndryshe nga më parë, ky organizim vjen me risi, thot specialistja e marrëdhënieve me publikun Brikena Meta. Meta fton të martën orën 11 në kinoteatrin e qytetit të bëhen pjesë e këtij momenti prindër, miq të afërm të studentëve që sapo kanë lënë auditorët e Universitetit të Gjirokastrës. Ajo që kemi menduar këtë vit ka qenë diçka më ndryshe nga vitet e tjera, duke u larguar paksa nga organizimet e ceremonive tradicionale dhe duke futur edhe disa elemente të tjera të shfaqjes, dhe kjo ka qenë edhe arsyeja që ne kemi vendosur ta organizojmë në teatrin e qytetit, pasi pjesëmarrësit kryesor të kësaj ceremonie do të jenë studentët, jo thjesht si të pranishëm në sallë me uniformën e diplomimit që pa shumë hieshi të gjithë sallës, por edhe me interpretime, me fjalët e tyre, duke përcjell emocionet e tyre të gjithë këtij rrugtimi që ata kanë bërë përgjatë viteve të tyre të studimit, emocionet e kësaj dite që është kaq e rëndësishme në jetën e studentëve. Do të organizohet të martën, do të zhvillohet ceremonia e diplomimit, siç u thashë edhe më parë pikërisht në sallën e teatrit, ku ne ftojmë të gjithë prindrit edhe miqt, shokët të afërmit e studentëve, por edhe qytetarë të Gjirokastrës, nëse do duan që të na bashkohen në këtë event, i cili është shumë i rëndësishëm jo vetëm për institucionin, por në radhë të parë për studentët, për t'ju dhënë atyre mundësinë që të kenë një kujtim shumë të bukur nga përfundimi i ciklit të tyre të studimeve dhe për të përcjellë të gjitha urimet tona për sa më shumë mbarësi në jetën e tyre. Prej disa vitesh, organizimi i ceremonisë së diplomimit të të rinjve është kthyer në traditë për Universitetin Ekrem Çabej, institucionin më të rëndësishëm arsimor, shkencor e kulturor të rajonit jugor të Shqipërisë. Dhimi Tërnaçi, 98 vjeçari nga fshati Pepel, përfaqëson qëndrueshmërinë dhe qetësinë e brezit të vjetër. Ai jeton i vetëm, i pavarur dhe aktiv në shtëpinë ku ka kaluar gjithë jetën e tij. Nuk ka pranuar të largohet pranë të birit në Greqi, duke mbetur i lidhur fort me vendlindjen dhe ritmin e saj të qetë.
Pepeli njihet në opinionin e Tropullit më gjerë, kryesisht nga manastiri i famshëm i Shën Triatës. Gjithsesi, vetë fshati mbart bisupe një histori të admirueshme, e cila ka nevojë për studime dhe ulumtime të mëtejshme. Nga 600 banor që janë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, aktualisht në fshatin Pepel të Dropullit sipër banojnë vetëm 61 persona. Prej të cilëve 21 janë të moshës mbi 90 vjeç. Dimitër Naçi është banori më i moshuar në fshatin e Pepel. Në muajin gusht të këtij viti ka festuar 97 vjetorin e lindjes. Banoni vetëm në shtëpinë e tij, për jetë aktive dhe nuk ka planuar të largohet pranë djalit të tij në Greqi. Bëj vetë edhe larje, edhe fshirje, edhe gatimi, e bëjmë vetë tani që njeriu i bën të gjitha, po detyron nevoja, detyrohet që ta bëj të gjitha. Ka shumë banorë, një pjesë ka ikur nga jeta, ma mua nga një tër vetë më poshtë, ka akoma. Fëmijët, niporit, djemtë e tu vinë? Vini. Njëkohësisht, është shumë modest në kërkesat e tij ndaj instancave shtetërore. Atë pensioni pak ta mbaj derisa jem të gjallë. Ne nuk kemi pretendime të mëdha se aqe sa ka fuqi shteti ai na jepi. Nuk na dallon njësoj jemi me shqiptarët, ne minoritar. Si marrim shqiptarë marrë dhe neve. Ata jetë të paktën jemi shitosh, edhe nuk duam pretendimet e mëdha në të moshë, se kemi kaluar një jetë të vështirë, e njohim vështirësitë që kemi kaluar. Tani të ri nuk e njohin ata të vjetër vështirë që kanë kaluar në moshë dhe duan jetë të mirë. 10 nipër e mbesa, si dhe 6 të nipër e stërmbesa, vinë shpesh dhe i vizitojnë gjyshin e tyre në fshatin e Pepelit. Gjysh Dimitri është i sigurt se në festat e fundvitit të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, do të ketë pranë djalin që banon me familjen në Janica të Greqisë. Janë rikthyer pas gjysmë shekulli aty ku u përgatitën për jetën në Universitetin e Gjirokastrës. Edhe pse të moshuar, duket se i kanë ruajtur mirë kujtimet nga vitet më të bukura që kanë kaluar së bashku si ndër studentët e parë të këtij universiteti që u përgatitën si mësues të matematikës, fizikës, historisë dhe gjeografisë. Mblidhen pas 50 vitesh, kur i zbritën këto shkallë të Universitetit e Qerem Çabej për të vazhduar rrugën e jetës. Janë studentë diplomuar në vitin 1975 në degët histori gjeografi dhe matematik fizik, që për herë të parë bëhen bashk edhe një herë si dikur për të sjellë kujtimet e jetës studentore. Për disa prej tyre është hera e parë që takohen, ndaj e kanë edhe të vështirë të njohin njëri tjetrin, ndërsa të tjerë i kanë mbajtur lidhjet. Është kënaqësi që gjendem sot këtu, për arsye se këtu e 50 vjetë përfunduam këtë shkollë këtu, edhe ajo në hapi sytë. Në hapi sytë në tregoj jetën e vërteta, sepse të gjithë ne që mbaruam, po thuaj se që mbaruam këtu, shkuam në veri si mësues. Dhe prandaj pastaj u shpërnda se cilin. Unë jetoj në Selanik, jam në pension të ashti, llogarit, kam pasur një zyrë për kthimi, ja u kam lënë të fëmijëve, që vazhdojnë ata. Shoh njerëzit edhe mund të mos i njoh. Nga që kanë ndryshuar plotësisht, kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe më duket çudi që se si njeriu mund të ndryshojë kaq shumë në një periudhë pothuajse 50 vjeçare. Jam një vajzë nga Vlora, mbarova Institutin e Gjirokastrës në 75-ën. E prita me kënaqësi ftesën me shumë dëshirë, se kishim një shoqëri shumë të bukur, shumë të sinqertë, shumë të pastër. Mendova të vija, s'doja ta lija ta humbisja, po që ja erdha pa kohë e keqe, po e përballuam. Kam qenë një nga studentet jo të shkëlqyera, po shumë të mira. Kam qenë dhe aktiviste me grupin i Mariot, këndonin këngët popullore. Edhe sot erdha me kënaqësi të madhe të takoja shokët dhe shoqet. Ishte një nismë spontane, një grupi të vogël shokësh, ishte student asaj periudhe.
dhe menduam që të bëjmë hapin e parë të kremtimit të një jubileu, themi ne 50 vjetorin e marimit ose të themi të certifikimit ose të diplomimit tonë në atë periudhë, në 75-ën, dhe menduam të rikujtojmë dhe një herë jetën studentore, të rikujtojmë dhe një herë ato problematikën e saj, jetën pas universitetit në punë të ndryshme ku ka qenë secili, edhe gjendjen e pension për të parë dhe një herë për të nostalgjinë e dikushme të kohës së rinisë. Mes tyre, nuk mund të mungonin as pedagogët që i drejtuar në 4 vite studime në këtë institucion akademik. Unë kam qenë pedagog kujdestar i këtij grupi, se në ato vite kishim klasa kujdestarie në përgjegjësi dhe vendosën tashti pas 50 vjetësh të mblidhen. Ka fytyra që si jemi takuar pas 50 vjetësh. Megjithatë, disa i njohëm, disa u riprezentuam. Janë pothuajse të gjithë pensionistë dhe takohen dhe midis tyre me mall, edhe ne që ishim unë i ri paka shumë moshë me ta, ndajmë kujtime dhe krenohem me thënë drejtën që pas 50 vjetësh i shikojmë gjyshër pensionist dhe ruajnë atë vitalitetin tashti, duke rikujtuar ato vite studentore. Unë jam pedagogu i këtij grupit, Zyso Kote, me origjinë nga Saranda. Kemi ardhur këtu me fillimin e viteve të universitetit Instituti Pedagogjik. Në fillim e kemi filluar në Haliq, pastaj në vitet 75 erdhëm këtu te kjo godinë që jemi tani. Me nostalgji të madhe po i kujtoj të tërë këta student, ata që kisha të grupit i mbaj mend shumë mirë dhe më bëhet shumë qefi që një pjesë e tyre edhe na kujtojnë her pas here. Kemi shkëmbime edhe nëpërmjet telefonave tani, kështu që jemi shumë të mallëgjira hakshë mohabetit. I student e pedagog janë mirëpritur nga rektori i universitetit Jahucana. Këtu nuk është thjesht një takim brezash, por këtu një tjetër me sa shikojmë është një homazh që i bëhet kujtimit të ish pedagogëve tuaj, pedagogëve të mi, të cilët i kanë dhënë një emër kaq të madh Universitetit e Kerem Çabetit Gjirokastrës. Një emër i cili në breza ka krijuar një elitë intelektuale, të cilët kanë kontribuar në gjitha anët, jo vetëm në mësuesi, po në çdo hall të pushtetit vendor dhe qendror ka pasur student të Universitetit e Kerem Çabetit Gjirokastrës. Natyrisht linjat tuaja sot flasin shumë më shumë. Flasin për të gjitha të kontributin tuaj që keni dhënë kudo ku keni punuar. Është vërtet një kënaqësi të jesh me juve. Është vërtet një kënaqësi e madhe. Sepse ju me kontributin tuaj keni çuar kudo dhe kurdo herë mesazhe të qarta. Mesazhe shumë të qarta për Universitetin e Kerem Çabetit Gjirokastrës, për atë burr i cili i ka thënë emër komit shqiptar. Në organizimin e mbajtur në një nga ambientet e universitetit, ata përcollën momente nga jeta e tyre para 50 viteve, ku smungoi as kolazhi me fotot bardhëzi të shkrepura para gjysmë shekulli. Ishte vetëm 31 vjeçe kur vendosi të ndiqte pasionin e saj për parukerin, edhe pse rruga e saj fillimisht kishte qenë ndryshe. Sot në moshën 64 vjeçare, Sania Lamaj vazhdon të shpërndaj bukuri, krijimtari dhe buzëqeshje për klientët e saj. Ajo beson se çdo ëndër mund të ndiqet me guxim dhe përkushtim dhe i fton të rinjt të mos hezitojnë të ndjekin pasionet e tyre.
Sanie Lama, i 64 vjeçarja nga Konispoli, është një nga parukierjet më të njohura të qytetit, edhe pse në vitet 80 përfundoi shkollën e ndërtimit në Tiranë. Pasioni i saj i vërtet ishte gjithmonë parukieria, një ëndër që e shoqëroi që në rini. Rreth moshës 31 vjeçare Sania vendosi të ndiqte rrugën që zemra i tregonte. Ajo nisi të merrej me parukieri dhe që nga ajo ditë nuk u nda më kurrë nga ky zanat. Me shumë punë, durim dhe dëshirë, ajo arriti të krijonte emër dhe besim te klientët e saj. Unë faktikisht kam marrë shkollën e ndërtimit, teknikumin e ndërtimit në Tiranë, në vitet 80 me një fjalë. Pastaj punova 10 vite, kam punuar në komunale, arktare, magazinjere, me prishjen e sistemit. Kalova në këtë profesion se e kisha pasion faktikisht që kur kam qenë në shkollë të mesme. Edhe në shkollë punoja bashk, shoqet me një fjalë, gjithat konviktit atëherë i kaloja në dorë. Edhe nga që i kisha pasion me një fjalë, ju futa këtij profesioni. Kam punuar gjithë kohët për zier, me një fjalë, burra, gra, çuna, goca, djem, gjitha kategoritë. E kishit pasion, pse është i bukur si profesion? Më pëlqente edhe prandaj në shtyll më tepër, kam vite shumë që kam gjithë zonën me një fjalë, kam qenë parukierja e parë këtu, femër. Lama i tregon se profesioni parukieres ka shumë vështirësi. Puna fizike, oraret e gjata dhe kërkesat e shumta të klientëve janë pjesë e përditshmërisë së saj. Megjithatë, ajo e konsideron këtë profesion një nga më të bukurit, sepse ka të bëjë me estetikën, krijimtarinë dhe buzëqeshjen e njerëzve. Tani e vështirë ka qenë, po tani janë kushtet edhe më të mira, se edhe nuk lëviz me i fjalë. Edhe nuse keni? Po patjetër nuse. Po në thash, isha parukierja e parë që gjithë zonën e kam shkelur me... Sa e bukur është të stilosh një? Shumë e bukur, shumë. Sidomos në kohën e para me i fjalë, se tani kanë evoluar gjërat edhe vajzat tani janë më të kuruara, më të kështu. Në atë kohë nuk kishte shumë me në fjalë për sosmëri në këto gjëra, edhe dijeni që të... Edhe nuk bëni, se ishte edhe koha, faktikisht që nuk ishte. Me qenë se thoni se koha evoluon, si bëni ju që të përshtateni? Patjetër që përshtatem se njeriu studion, lexon, shikon. Sipas saj, kërkesat për shërbimin e parukierisë kanë ndryshuar shumë. Tani jo vetëm gratë, por edhe burrat kërkojnë stilime më moderne dhe trajtime të ndryshme. Sania thot se klientët janë bërë më të informuar dhe kanë dëshira më specifike, gjë që kërkon më shumë aftësi dhe përkushtim. Po, punoj për zier në të dy gjinit me fjalë, çuna, burra, gjithë. Ku janë kërkesat më të larta? Tani, unë faktikisht, ata që i kam klientelën time edhe, plus që vinë edhe nga... Ka të rinj që interesojnë për ta mësuar si zanat, vinë, pyesin interes? Kanë, interes kanë, sidomos këto profesione me fjalë, parukeri, berber, gjëra kështu, janë më të kërkuara. Sa do vazhdoni ta ushtroni? Tani sa të ke mundësi, jemi mi Zot shvet shëndet, edhe sa të ke mundësi do punojmë, plotësojmë edhe nevojat tona. Ajo vëren se vitet e fundit të rinjtë e shohin parukierin me shumë prioritet, sidomos për shkak të ardhurave të mira që ofron. Sania u bën thirrje të rinjve të mos hezitojnë ta zgjedhin këtë zanat, sepse sipas saj është një profesion i qëndrueshëm, i levërditshëm dhe i mbushur me krijimtari e pasion. Në qytetin e Përmetit, mes traditave dhe mjeshtërisë të trashëguar, një emër qëndron prej dekadash në shërbim të komunitetit. Velo Yzeiri, me mbi 40 vite përvojë në prerje dhe qepi, ai vazhdon të mbajë gjallë një nga zanatet më të vlerësuara të qytetit. Historia e tij nis që në fëmijëri, kur kureshtja për një makinë qepse u kthye në profesionin që do t'i shoqëronte gjithë jetën. Velo Yzeiri është mjeshtër i prerjes dhe qepjes në Përmet, i cili prej më shumë se 40 vitesh u ka shërbyer me profesionalizëm komunitetit. Ai e mësoi zanatin që në fëmijëri i shtyr nga kureshtja për të vëzhguar një prej mjeshtërve të veshjeve që punonte në shtëpi. Makina e qepjes e tërhiqte jashtëzakonisht dhe ajo u bë pika e parë e lidhjes së tij me këtë profesion. Kisha një gjiton dhe punonte, që në moshën 75 vjet, 76 vjet. Staj. Më kishë gjiton, më jepte në një letër këshu në ato të penjve, e më thoshtë të më marrësh këtë rotë këperi në Përmet. Ja, mirja,
një herë, dy herë, i mbaroja porosit se më kam qenë në fshat në Leus. Kur i qoja këto më fuse edhe në makinë, më tërhoqi makina, më bëri për vete, më mësoj kanavacat. Pastaj thoshte, kthej një pantalona në fundi, bëj diçka me dorë, më lidhi gishtin, kam bajtur 2 javë gishtin të lidhur. Një që roba qepsat e sot nuk kanë gishtës, nuk e din se ekziston një gishtës apo jo. Se ky zanat e ka që të bësh dhe punë artizanale. Pavarësisht se ne po bëjmë kombinimin tani sot, punë artizanale me punë fabrike. Nga që ngelat e ustaj, në këto dëshirin që kisha, pastaj me fjalë se mu kthye në dëshirë, u kthye në pasion të më sakt. Bile arrita që nga ustaj, siç mësova në ustaj, kur mbarova klasën e 8, kam prerë pantallona të moshatarit tim dhe ka vajtur gjetë në një shtëpi dhe i kam qepur pantallonat e para. U profilizua në qepjen e veshjeve të meshkujve, që në ato kohë konsiderohej më e ndërlikuar. Në vitet e mëparshme, zanati rrobaqepsit ishte më i vlerësuar, thekson Yzeiri. Në veshje ishan në profilin e burrave. Pantallona, jelek, gjaketa, kostume, palto. Arrita kanë bërë gjypa. Me i fjalë çdo gjë në punimet e lëkurës, u heq me fjalë astare të tëra astarin me vatin, i kthej përsëri në gjendjen që ishin. Prerjet, qepjet dhe rregullimet ndërvite janë kthyer në një pjesë të përditshmërisë së shumë familjeve përmetare. Po s'pate dashurinë me fjalë që të hedhësh në punën që bën të kënaqesh veti pari, pastaj klienti. Klientat i kanë lena përmeti, po kam edhe nga rrethinat, nga ata që janë jashtë kur vinë me pushimet e beharit këtu. Ke klientat huaj që vinë për një gjë këtu edhe ja bëjnë perfekt pasaj nga puna. Me mjeshtërinë e tij, Velo Yzeiri ka lënë gjurmë në çdo peluhur që ka prekur me duart e tij. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra, ndahemi bashkë, miru takofshim.